Lajmet e fundit. Piramida më e vjetër në botë u ndërtua gjatë epokës së fundit të akullnajave. Dhe unë nuk po flas as për Egjipt. Po them që paraardhësit tan mund të kenë ndërtuar një piramidë 27 vjeçare në javën perëndimore. Ganung Padang nuk duket saktësisht si piramidë. Është më shumë një kodër me gur të mëdhenj të shpërndar kudo mbi të. Por njerëzit vendas duket se e vlerësojnë atë dhe e kanë bërë këtë për shekuj. Deri kohët e fundit, autoritetet indoneziane vendosën të gërmojnë pak më thellë për të parë se për çfarë ishte gjithë kjo zhurmë. Ata përfunduan duke gjetur mbetjet e një vendbanimi njerëzor. Ishte mjaft e papritur, pasi kodra është mjaft lart. Ky gërmim mund të provonte vetëm se kishte njerëz në zonë deri në vitin 45 para Krishtit, gjë që tingëllon e arsyeshme. Ishte puna e një gjeologu indonezian, të quajtur Doni Hillman, të provonte se Ganung Padang është piramida e parë në botë. Ai përdori të gjitha llojet e teknologjisë së re për të mbështetur pretendimin e tij. Tipi ynë përdori datimin me karbon, i cili gërmon thellë në tokë dhe merr copa të tëra dheu. Ai gjeti shtresa e shtresa ndërtimesh, sikur po gërmonte Romën dhe po gjente ndërtesa të lashta të varrosura në tokë. Kërkimi i tij provoi se kishte shkella dhe madje dhoma poshtë atje, gjë që mund të kishte një kuptim të vetëm: njerëz. Sa për shkëmbijnë të vendosur lart në kodër, ata më së shumti ishin vendosur strategjikisht nga njerëzit që jetonin atje në atë kohë. Ata kishin nevojë për një vend për të medituar, pra ata i renditën gjërat në një mënyrë harmonike. Sipërfaqet e tyre të lëmuara nuk do të ishin rezultati viteve të erozionit, por puna e skulptorëve të mëdhenj, Michelangelo të kohës së tyre, le të themi. Nëse kjo është e gjitha e vërtet, atëherë civilizimi njerëzor filloi shumë më përpara se sa mendojmë ne. Paraardhësit tan, njerëzit e paleolitit, nuk kishin atë që duhej për të konsideruar civilizim, veçanërisht jo mjetet dhe njohuritë për të ndërtuar piramida. Ata kishin nevojë për shumë aftësi muratorie, të cilat nuk ishin aq të disponueshme gjatë epokës së fundit të akullnajave. Kolegët e tij nuk ndajnë këtë pikpamje. Ata mund të besonin teorinë e Hillman nëse ai do të kishte gjetur prova si thëngjill dhe fragmente kockash, por ai nuk gjeti. Flint Dibble, një arkeolog tjetër, thotë se pa prova konkrete të aktivitetit njerëzor, nuk ka prova për një piramidë të vërtetë. Në këtë rast, të gjitha të dhënat provojnë është se dheu në kodër daton që nga 27.000 vjet më parë. Ai mendon se shkëmbijnë në krye të kodrës thjesht rrëshqasin poshtë kodrës, ashtu siç bëjnë normalisht shkëmbijnë. Vetëm një shoqëri komplekse do të kishte arritur të ndërtonte një piramidë me shkallë, siç pretendojnë ata që ishte. Por sipas Bill Farley, një arkeolog amerikan, thjesht nuk ka arsye të besohet se kishte vendbanime në Indonezi gjatë epokës së fundit të akullnajave. Tani vetëm që të dini, shoqëria e lashtë më e njohur me këtë lloj njohurie ka mundësisht 11 vjet dhe përdorej të zinte rajonin e Turqisë moderne. Hidhni një sy, Göbekli Tepe e Turqisë. Nuk është as ajo piramidë, por është ndërtimi monolitik më i vjetër i bërë nga njerëzit. Në periudhën neolitike, shumë njerëz u vendosën atje dhe ka prova për këtë. Për shembull, muret atje janë të mbuluara me vizatime të lashta të rrobave dhe kafshëve të egra. Deri kohët e fundit, titulli i piramidës më të vjetër në botë i shkonte një ndërtimi trepalshëm që njohur si piramida Djoser në Egjipt. Djoser ndodhet vetëm disa milje në jug të kompleksit të Gizës, në një qytet që quhet Saqqara. Ajo hyri në kulturën popullore më shumë se një herë. Në shekullin 18 u bë një tipar i zakonshëm në pikturat europiane. Burrat e rinj. Elita kulturore bëni një turne të madh në përbot dhe Saqqara ishte në krye të listës së tyre. Gjithashtu u paraqit në lojën e video Assassin's Creed me një përfaqësim digjital shumë më të saktë se shumë vizatime historike të gjës. Kjo ishte diçka e madhe në Egjiptin e lashtë të ndërtoje piramida për mbretërit që të kalonin jetën e tyre pas vdekjes. Dhe nëse mendonit se piramida Khufu ishte më e vjetra në botë, Djoser u ndërtua 70 vjet përpara asaj kohe. Zhvillimi i teknologjisë së re ka lejuar arkeologët të bëjnë zbulime revolucionare dhe një piramidë e re, ose duhet të them e lashtë, në Amerikën e Jugut mund të fitojë titullin në diskutim. Delse piramidat ishin gjithashtu mjaft të modësh në Amerikë në ditët e vjetra.
Midis tyre janë piramidat ikonike të kompleksit të tempullit Tikal në Guatemala, të njëjtat që u shfaqen në Star Wars nr. 4. Por për të gjetur piramidën më të vjetër në Amerikë, dikush do të duhej të udhëtonte në Peru. Thellë në shkretëtirën peruane, arkeologët u penguan nga një metropoli lashtë i shtirë i njohur si Caral. Në fillim, kërkuesit besonin se vendbanimi ishte mjaft i fundit, pasi vendi ishte shumë i ndërlikuar për teknologjinë e lashtë për ta menaxhuar atë. Siç tham, Caral është një qytet shkretëtire si Las Vegas, por pa gjitha të zhurmë. Kjo do të thotë pa akses të lehtë në ujë, dhe që qytete si këto të lulëzojnë, ata kanë nevojë për një sistem të konsiderueshëm ujitjeje, gjë që na çon përsëri te teknologjitë komplekse. Peruanët na befasuan të gjithë me këtë zbulim të ri. Ky vend ishte i madh, i mbushur me një amfiteatër, shtëpi dhe ndërtesa fetare. E gjithë gjëja ndoshta shtrihet nëpër 370 hektar, dhe kur shkencëtarët shkuan për të testuar hipotezën e tyre fillestare duke përdorur datimin me radiokarbon, ata gjetën se qyteti ndoshta lulëzoi rreth vitit 227 para Krishtit. Në vend, arkeologët gjetën 6 piramida që mund të jenë më të vjetra se ajo në Saqqara. Aq sa e din ata, të dy civilizimet bashkjetonin në të njëjtën periudhë kohore në pjesë të kundërta të botës. Por meqense kërkuesit nuk mund të përcaktojnë moshën e saktë të piramidave të Koral, është mjaft e vështirë të supozohet se cili civilizim e përfundoi piramidën e tyre së pari. Sikur të kishim një top kristali. Tani, rastësisht ndodh që forma e një piramide është diçka që natyra është në gjendje të prodhojë vetë, duke na lënë ne njerëzit modern pak të hutuar. Një shembull klasik është ana japoneze e Yanagani, e cila gjithashtu shkon me emrin Atlantida e Japonisë. E gjithë monumenti është afërsisht në madhësinë 5 fusha futbolli dhe lartësinë e një ndërtese 5 katëshe. Eksploruesit dhe shkencëtarët besojnë se Yanagani daton që nga 10.000 vjet më parë. Për gjeologun më të mirë detar të Japonisë, profesori Masaki Komura, Yanagani është trashëgimia e një civilizimi të humbur. Komura ka zhytur në eksplorimin e ruinave mbi 100 herë gjatë 10 viteve të fundit. Për të, ka shenja të qarta të aktivitetit njerëzor atje poshtë. Shikoni këtë pishin me formë trekëndshe në sipërfaqen e monumentit. Komura mendon se është provë vërtet e njerëzve, sepse ky konkav me formë trekëndshe është simbol historik i çezmeve të ujit në rajon. Siç ndodh me shumë nga këto raste, jo të gjithë shkencëtarët janë të bindur njësoj. Për shumë, Yanagani është ndoshta rezultati mijëra vjetësh të erozionit, dhe fakti se monumenti është i përmbar nga një shkëmb masiv i çon ata të besojnë se nuk është vërtet i madh nga njeriu. Sigurisht, këto kolona të mëdha bazaltu mund të duken si ruina të një pallati, por ato janë më së shumti rezultati i aktivitetit të fortë vulkanik në rajon. Dhe duke folur për formacione natyrore që vërtet duken sikur një njeri e ka bërë, një piramidë në Mars është temë ngjehtë kohëve të fundit. Njerëzit kanë qenë duke u përpjekur me kujdes të provojnë se ka jetë në Mars për një kohë të konsiderueshme. Por disa po e shtrinë vërtet shumë larg, duke thënë se njerëz të vegjël jeshil ose gri ndërtuan një piramidë në planetin për të provuar dhe ndërtuar civilizimin e tyre. Kjo fotografi u mor mbi një dekadë më parë nga Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, por filloi të rihapej kohët e fundit. Ajo tregon atë që duket si një piramidë trepalshe. Disa njerëz pretendojnë se ana e lëmuar e piramidës mund të jetë vetëm efekti i punës së botëve të tjera. Atëherë shkenca vjen dhe shpjegon se Marsi është shtëpia e një nga sistemet më të thella të kanjoneve në të gjithë sistemin diellor. Piramida ashtu quajtur ndodhet në atë që njihet si rajoni Kandor-Kasma. Ky rajon marsian ka një grup formacione shtë-ngjashme, që nuk janë asgjë më shumë se rezultati i erozionit. Asgjë mbi natyrore nuk po ndodh atje. Dukshëm. Para se të hymë në arsyen pse dhe si ka piramida në të gjithë botën, le të flasim për disa nga shembujt. Do të filloj me piramidën e diellit në Meksik. Këta njerëz vërtet dinin si të ndërtonin një qytet. Qendra e tyre urbane e planifikuar mirë shtrihet mbi 7 milje katrore dhe mburte disa piramida. Por piramida e diellit është më mbreslënsja. Kjo piramidë gjigante u ndërtua shumë kohë më parë në vitin 100 pas Krishtit dhe është një nga strukturat më të mëdha të llojit të saj në të gjithë hemisferën perëndimore. Është aq e madhe sa është 216 këmbë lart mbi tokë. Nëse ndonjëherë e gjeni veten në këtë qytet të lashtë, nuk do të jeni në gjendje të humbisni piramidën e diellit. Është aty në anën lindore të avenisë të vdekurve, rrugës kryesore veri jug të qytetit.
Për të ndërtuar këtë piramidë të pabesueshme, u përdorën rreth 1.000.000 yard kub materiali, përfshirë një lloj të veçantë shkëmbi vulkanik të kuq, që quhet huzontal. Mbreslënëse, ne nuk dim shumë për njerëzit që ndërtuan piramidën e diellit ose qëllimin e saj, por arkeologët besojnë se kishte njëherë një tempull në krye të saj. Kur eksploruesit shkuan nën piramidë në vitet 1970, ata gjetën një grup tunelesh dhe dhomash të bukura. Në 2011, ata madje gjetën një depo sekrete tengjeresh prej palte, copash obsidiani, kocka kafshësh, figurinash njerëzore dhe një mask. Kush e di se çfarë sekretesh të tjera fsheh piramida? Nëse vendosni të shihni këtë, duhet të ngjiteni në piramidë duke përdorur 248 shkallët të pabarabarta në anën perëndimore. Kini kujdes ku shkoni. Sudani ka disa piramida gjithashtu. Piramidat nubiane nuk janë aq të mëdha sa ato në Egjipt, por ata ende kanë rreth 200 prej tyre. Këto piramida të lashta kanë qenë shtëpia e varrezave të faraonëve të mbretërisë Meotik, për pothuajse 1000 vjet që sunduan Egjiptin, nga Nubia deri në detin Mesdhe. Piramidat në Miro u ndërtuan duke përdorur granit dhe gur ranor të kuqremt. Dhe a e dinit që Sudani ka më shumë piramida të lashta se Egjipti? Piramidat kushite përshkruajnë arkitekturën vendase dhe traditat e varrosjes së mbretërive Napata dhe Meroe, të Nubis, të cilat Egjipti i lashtë ndikoi. Mero, vendi i varrosjes së mbi 40 krahërish dhe mbretërësh, është vendi më i gjerë i piramidave nubiane. Muret e varrit përshkruajnë mbretër të mumifikuar të mbuluar me stoli, arkivol drunit të tyre që përmbajnë harqe, kuti me shigjeta dhe artefakte të tjera që tregojnë marrëdhënien meotik dhe tregtin me civilizimet egjiptiane dhe greke. Pra, nëse po kërkoni disa varre të lashta për të eksploruar, mund të merrni në konsiderat të anashkaloni turmat në Egjipt dhe të drejtoheni në Sudan. Le të fluturojmë në Irak për të parë disa piramida të tjera. Ziguratët kanë shtresa të mrekullueshme që tërhiqen dhe tempujve nivele. Në vend të një eksterieri të lëmuar, ka lotë si një tortë, perfekte për të gjithë punën dhe ritualet e rëndësishme që ndodhnin brenda. Ju mund t'i gjeni këto struktura të larta të shpërndara në të gjithë Irakun dhe Iranin, dhe ato janë një dëshmi e vërtet për fuqinë dhe aftësitë e njerëzve që i ndërtuan ato. Një nga ziguratet më të mëdha dhe më mbreslense është zigurati në Ur. Në thelb, një piramide madhe drejtkëndore që qëndron një 70 deri në 100 këmbë të larta me 3 nivele terracash dhe një tempull në krye. A mund të imagjinoni se sa tulla të pjekura duheshin për të ndërtuar atë gjë? Provoni 720.000 vetëm për pjesën e poshtme. Ky zigurat i veçantë u ndërtua për mbretin sumerik Namu-en. I ngjashëm me të tjerët, kjo piramid ka qenë për rreth për mijëra vjet, pra u bë pak e ashpër rreth skajeve. Për fat mirë, mbreti babilonas, Nebukadnezari i dytë dhe disa arkeolog erdhën në ndihmë në shekujt të 6 dhe 20 përkatësisht. Dhe tani mund ta gjeni këtë afër bazës ajrore Talil. Zigurati në Ur u ndërtua në vitin 2100 para Krishtit nga mbreti Namu për hyjninë e hënës Nana. Ishte ndërtesa më e lartë në qytet dhe mund ta shihni nga milje larg. Ishte si kisha katedrale mesjetare e ditës së saj. Njerëzit do të vinin këtu për të sjellë tepricën e tyre bujqësore dhe për të marrë racionet e tyre të ushqimit dhe për të kërkuar ushqim shpirtëror. Për fat të keq, tempulli Nana në krye të ziguratit nuk mbijetoi, por ne kemi disa tulla të kaltërta me gjam që mund të kenë qenë pjesë e dekorimit të tij. Pjesët e poshtme të ziguratit janë mjaft mahnitse megjithatë. Arkitektët madje përfshin vryma në eksterierin e pjekur të tempullit për të lënë ujin të avullojë nga bërthama e tij. Meqense eksploruam disa nga piramidat në planetin ton, le të marrim një perspektivë më të gjerë. Ato mund të gjenden në shumë pjesë të botës. Egjipti ka mbi 100 piramida, 2 fishi ati numri në Sudan, dhe 10 të tjera janë të shpërdara në lindjen e mesme dhe Kinë. Amerikanët kanë më shumë piramida në total, me më shumë piramida se pjesa tjetër e botës së kombinuar. Këto piramida ndodhen në Meksik, Guatemala, Honduras dhe El Salvador. Koha për të ditur më shumë për evolucionin e piramidave përmes historisë. Piramida më e vjetër është në Egjipt. Kjo piramid ishte një piramid me shkallë, e cila u krijua duke vendosur një shtresë guri mbi tjetrën.
Faraoni është vlerësuar me krijimin e formës së piramidës që njohim sot. Gjatë sundimit të tij 45 vjeçar, ai ndërtoi 3 piramida. 2 përpjekjet e tij të para dështuan, por ai përfundimisht e arriti atë me piramidën e kuqe, e cila konsiderohet piramida e parë e vërtet. Ishte djali i Nefaru, Kufu, i cili ndërtoi piramidën e madhe të Gjizës, e cila ishte struktura më e lartë e bërë nga njerëzit për pothuajse 4000 vjet. Piramidat amerikano-latinore janë të ngjashme me piramidat e hershme egjiptiane me shkallë, por ato u ndërtuan në mënyrë të pavarur, pa njohuri për njëri tjetrin. Piramidat në Sudan u ndërtuan rreth vitit 700 para Krishtit dhe janë të larta, por shumë më të ngushta se ato në Egjipt. Si në Volt, i ndërtuan të gjithë këto civilizime këto gjëra, pa zgjend asnjë mesazh me njëri tjetrin. Në fundit, Aztekët, Majat dhe Egjiptianët e lashtë ishin aq të ndryshëm sa të jetë e mundur. Por pavarësisht dallimeve të kulturore, të gjitha ata duket se bien dakord në një gjë. Piramidat ishin mjaft të bukura. Piramidat me shkallë janë në të gjithë botën, sepse ishin mënyra më e realizueshme dhe qëndrueshme për të ndërtuar struktura të mëdha dhe të larta, pa akses në materiale ndërtimore të lehta si druri dhe metali. Forma Trekëndshat me një bazë katrore është mënyra më e mirë për të ndërtuar një strukturë të fortë dhe të kesh një strukturë kubi do të kërkonte më shumë material për më pak lartësi. Tani, kur bëhet fjalë për dizenjin e piramidave, piramidat egjiptiane ishin si trekëndsha gjigant me një bazë katrore, anë të lëmuara dhe një majë të mprekt. Nga ana tjetër, Aztekët dhe Majat shkuan për një pamje torte me nivele me shkallë që çojnë në një platformë të sheshtë në krye. Pra, ndërsa të gjitha këto piramida ndajnë të njëjtën formë bazë, ato kanë stil të tyre unik. Çdo grup ndërtoi piramidat e tij duke përdorur materiale, teknika dhe kënde pjertësie të ndryshme. Pra, ndërsa ata mund të jenë frymëzuar nga puna e njëri tjetrit ndonjëherë, ata thjesht po bënin gjën e tyre. Piramidat egjiptiane kishin anë të pjerta të lëmuara që u dizenjuan për të ndihmuar shpirtin e faraonit të ngjitet në qiell. Piramida e diellit u ndërtuan mbi një seri shpellash që shërbenin si një kalim për hyjnit. Majat ndërtuan tempullin e Kukulan në Chichén Itzá për të nderuar hyjnin Kukulan, zakonisht të përfaqësuar nga një gjarpër, i quajtur El Castillo. Ai ka 91 shkallë në çdo anë, plus një platformë. Janë 365 shkallë, një për çdo ditë të kalendarit majan. Më thuaj, Brightsiders, si u ndërtuan piramidat? Për të filluar, njerëzit i bën ato, jo një race huaj nga hapësira që zbriti në tokë. Shihni, një gjë që të gjitha piramidat kanë të përbashkët, është se u ndërtuan pa mjete të avancuara apo madje pa rrotë. U desh shumë njerëz për t'i ndërtuar ato, duke përfshirë punëtor të kualifikuar dhe arkitekt. Për shembull, vlerësohet që 20.000 njerëz ndërtuan piramidën e madhe të Gizës dhe besohet se shumica e tyre ishin punëtor të kualifikuar. Ndërtimi i piramidave ishte një ndërmarrje masive që kërkonte vite planifikimi dhe përpjekjeje. Piramida e madhe në Cholula, Meksik, mori 600 vjet për t'u përfunduar. Rrezet X janë një lloj rrezatimi i padukshëm që mund të kalojnë përmes trupit ton dhe objekteve. Ato janë shumë të rëndësishme në fushën e mjekësisë, sepse ata lejojnë mjekët të shohin brenda trupit ton, pa pasur nevojë të kryejnë operacion. Tani, le të zhytemi në mënyrën se si funksionojnë rrezet X. Ato janë një lloj rrezatimi elektromagnetik, ashtu si drita ose valët e radios. Megjithatë, ato kanë energji shumë më të lartë se drita, gjë që i bën ato në gjendje të kalojnë përmes objekteve që drita nuk mund. Imagjinoni që keni një thener të fuqishëm. Nëse provoni ta ndizni atë përmes një muri, drita nuk do të kalojë, sepse muri është shumë i trash. Por këto rreze kanë energji të mjaftueshme për të kaluar përmes mureve dhe madje trupit ton. Zbulimi i rrezeve X ndodhi aksidentalisht në fund të shekullit të 19. Një shkencëtar po eksperimentonte me rreze katode, të cilat janë një lloj rrezatimi. Ai po punonte në laboratorin e tij dhe vuri re që një ekran fluoreshent i afërt filloi të shkëlqejë edhe pse nuk ishte ekspozuar drejt për drejt nga rrezet katode. Ai kuptoi që diçka e padukshme po shkaktonte fluoreshencën dhe e quajti atë rreze X, sepse X është simboli matematik për diçka të panjohur. Ai vazhdoi të eksperimentonte me rreze të tilla dhe zbuloi që ato mund të kalonin përmes shumë objektesh, si mish dhe kocka, por jo përmes materialeve më të dendura, si metali.
Ai gjithashtu zbuloi që rrezet X mund të krijonin imazhe në pllaka fotografike, ashtu si një kamera bën fotografi. Mënyra se si funksionon kjo është magjepsuese. Imagjinoni që qëndroni përpara një drite të ndritshme dhe mbani dorën tuaj përpara fytyrës suaj. Dora juaj bllokon dritën dhe ju nuk mund të shihni përmes saj. Por nëse vendosni një flet letre indi përpara dorës suaj, pak dritë do të kalojë dhe do të jeni në gjendje të shihni konturin e dorës suaj. Rrezet X funksionojnë në një mënyrë të ngjashme. Kur një mjek dëshiron të bëjë një rreze X të një pjese të trupit tuaj, ata do t'ju kërkojnë të qëndroni ose të shtriheni pranë një makine. Kjo pajisje ka një pllakë të veçantë që mund të kapë imazhin. Le të themi se mjeku dëshiron të ekzaminojë më tej krahun tuaj. Ata do ta vendosin pllakën e rrezeve X në një anë të krahut tuaj dhe makinën në anën tjetër. Pastaj, makina do të prodhojë një shpërthim të kontrolluar rrezesh X që kalojnë përmes krahut tuaj. Kujtoni se si ne folëm për letrën e indit që lejon pak dritë të kalojë? E po, në këtë rast, disa nga ato rreze X do të kalojnë përmes krahut tuaj, ndërsa të tjerat do të fithen ose do të bllokohen nga pjesët më të dendura të trupit tuaj, si kockat. Pllaka kap rrezet X që kalojnë përmes krahut tuaj dhe krijon një imazh. Ky imazh tregon kockat dhe strukturat të tjera brenda trupit tuaj, duke lejuar mjekun të shohë nëse ka ndonjë problem ose lëndime. Tani, mund të pyesni pse rrezet X mund të kalojnë përmes disa gjërash, por jo të tjera. Ka të bëjë me dendësinë dhe përbërjen e objekteve. Materialet më të dendura, si kockat, thithin më shumë rreze X, kështu që ato shfaqen të bardha në imazh. Pra, kur shikoni rezultatet, do t'i shihni kockat tuaja si forma të bardha. Indet të tjera si muskujt dhe organet janë më pak të dendura dhe lejojnë disa nga ato rreze të kalojnë, kështu që ato shfaqen si hije gri. Çfarë nëse ju thoja se ka një mënyrë krejtësisht të re se si mund të shihni brenda objekteve, por pa përdorur rreze X? Unë nuk po flas për fuqi magjike. Merrni një vend të rehatshëm ndërsa unë shpjegoj se çfarë është mugografia. Kjo teknikë shkencore magjepse na lejon të shihni brenda objekteve dhe madje nën sipërfaqen e tokës, duke përdorur një lloj të veçantë grimcash që quhen muon. Këto grimca elementare janë shumë të ngjashme me elektronet, por ato janë shumë më të rënda. Ato krijohen lart në atmosferën e tokës, ku rrezet kozmike, të cilat janë grimca që vijnë nga hapësira, përplasen me molekulat e ajrit. Tani, muonët janë të veçantë, sepse ata mund të shpojnë përmes materialeve të ndryshme. Ata mund të kalojnë përmes shkëmbimeve, dheut dhe madje ndërtesash. Shkencëtarët kuptuan këtë potencial në vitet 50, kur po studionin rrezet kozmike dhe vunë re që disa nga grimcat mund të kalonin përmes materialeve të trasha. Eksperimentet e para të mugografisë ndodhen në vitet 60. Specialistët zbuluan që muonet mund të zbulohen duke përdorur pajisje të veçanta të quajtura detektor muonësh. Këta detektor zakonisht vendosen nën tokë ose në laborator të dizenjuar posaçërisht për t'i mbrojtur nga grimca të tjera dhe rrezatimi i sfondit. Tani, le të zhytemi në mënyrën se si mugografia funksionon në të vërtetë. Imagjinoni që keni një objekt të madh si një piramid, një mal apo madje një statuj të lashtë dhe doni të shihni se çfarë ka brenda pa e dëmtuar atë. Së pari, detektorët vendosen rreth objektit ose në zonën që doni të ekzaminoni. Këta detektor janë të ndjeshëm ndaj muoneve dhe mund të truçkojnë shtigjet e tyre. Kur një grimcë e tillë kalon përmes detektori, ajo lë një gjurmë, si gjurmë këmbësh në rënd. Duke mbledhur të dhëna nga detektor të mushumt, shkencëtarët mund të rikonceptojnë shtigjet. Këtu është ku gjërat bëhen vërtet të bukura. Atmosfera e tokës vepron si një filtr natyral. Del që sa më masiv të jetë një objekt, aq më shumë grimca do të bllokojë. Pra, nëse keni një objekt të madh dhe dendur si një mal, më pak muon do të kalojnë përmes tij, krahasuar me një objekt më të vogël, më pak të dendur si një kuti bosh. Kjo ndryshim në numrin e grimcave që arrin tek detektorët na din të dhëna për atë që është brenda objekteve. Shkencëtarët përdorin algoritme kompjuterike dhe teknika matematikore për të analizuar të dhënat dhe për të krijuar imazhe. Këto imazhe përfaqësojnë shpërndarjen e dendësisë së objektit që po studiohet. Është si krijimi i një harte që tregon ku janë zonat më të dendura dhe ku ka boshllëqe brenda objektit. Koncepti i muografisë
është i ngjashëm me përdorimin e hierave për të kuptuar formën dhe madhësinë e një objekti. Imagjinoni që po qëndroni përpara një drite të ndritshme dhe vendosni dorën tuaj midis burimit të dritës dhe një muri. Do të shihni një hije të dorës suaj në mur. Bazuar në formën dhe madhësinë e hijes, mund të merrni një ide se si duket dora juaj, edhe pse nuk mund ta shihni drejt për drejt. Kjo teknik është përdorur për të studiuar objekte dhe struktura të ndryshme. Për shembull, shkencëtarët e kanë përdorur atë për të eksploruar brendësinë e vulkaneve dhe piramidave, dhe madje për të hetuar strukturën e maleve dhe koren e tokës. Me ndihmën e kësaj teknike mahnitëse, shkencëtarët tani kanë zbuluar informacione të reja për piramidën e madhe të Gjizës. Ata zbuluan diçka që kishte shmangur hajdutët e varrezave për shekuj. Ata gjetën një dhomë të fshehur, dhe merrni veç çfarë. Ata e quajtën atë boshllëkun e madh. Po, e di, jo emri më kreativ. Ata madje përdorën 3 teknika të ndryshme zbulimi muonësh, vetëm për të qenë super të sigurt që ishte në të vërtet një boshllëk i madh misterioz brenda piramidës më madhështore të gjithave. Pasi doli lajmi për këtë zbulim mahnitës, autoritetet egjiptiane nuk mund t'i rezistonin tundimit për të eksploruar më tej. Pra, ata sollën një kamerë endoskopike për të konfirmuar ekzistencën e këtij boshllëku epik. Pra, ata futën një kamerë përmes një nga hapjet nën hyrje. Dhe voilà, ajo zbuloi një korridor. Më shumë se kaq, korridori kishte një tavan me chevron. Nuk mund të ndihmoj po t'imagjinoj egjiptianët e lashtë duke e përdorur atë si një dysheme vallëzimi të bukur. Një ekip tjetër shkencëtarësh vendosi të merrnin një tjetër mundësi në skanimin e këtij boshllëku të sapo zbuluar. Sipas tyre, piramida e madhe e Gjizës është pionier në lojën e piramidave. Ajo përdori një teknik të quajtur chevron për të mbuluar strukturat e brendshme dhe për t'i mbajtur ato nga shembja. Tani, pse egjiptianët e lashtë ndërtuan këtë korridor dhe boshllëkun e madh në të cilin ai çon? Një teori sugjeron që korridori u ndërtuar për të lehtësuar presionin brenda piramidës. Një teori tjetër thotë që boshllëku mund të jetë një rezultat i procesit të ndërtimit të piramidës. Mund të ketë qenë një rampe brendshme, përdorur për të lëvizur bloqe çatie në pozicion, dhe pastaj u la atje ose u mbush lirshëm me rënoja. Sipas eksploruesve të tjerë entuziast, mund të ketë një dhomë tjetër varrimi duke pritur për t'u zbuluar. Ata besojnë që piramidat u ndërtuan me një pikë rastësie në procesin e ndërtimit. Ndërsa ndërtuesit bënin magjinë e tyre, ata kuptuan që disa dhoma nuk do të ishin në gjendje të përballonin peshën e një sarkofagu madhështor. Pra, ata bën rregullime në fluturin, krijuan plane të reja ndërsa ecnin përpara. Ju keni dëgjuar për Nikola Teslan, ju tek sigurisht keni dëgjuar për piramidat e mëdha në Egjipt. Por çfarë nëse ju thoja që Tesla mund të ketë pasur ndoshta zbuluar misterin e lashtë që rrethon piramidat? Prisni, çfarë? A është kjo një episod crossover? Jo, është shumë e mundur që sekretet e piramidave janë të fshehura në sy të gjithëve. Por së pari, le të rikujtojmë atë që dim për piramidat. Çfarë është aq e misterioze për to? Demek, ato janë vetëm ndërtesa të vjetra të çuditshme apo jo? Një nga pyetjet më të mëdha është si u ndërtuan. Sipas disa, piramidat u ndërtuan nga njerëz duke përdorur vetëm duart dhe muskujt e tyre, por të tjerë mendojnë që mund të ketë pasur një lloj burimi energjie të çmendur që ne nuk e dim ende. Si? Çfarë nëse të huaj të ndihmuan ose diçka? Po, shaka bëj. Por kjo ide e një burimi të panjohur energjie që përdoret për të ndërtuar piramidat ka qenë përreth për shekuj. Madje në tekste të vjetra si tekstet e piramidave, flet për mënyrën se si Perëndit na dhan diçka për të ndërtuar një fuqi të madhe. Pra ndoshta kishte diçka vërtet të fuqishme dhe misterioze duke ndodhur atëherë. Kush e di?